Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nisi nga Kavaja turin e takimeve me qytetarët për të folur mbi programet e reja të opozitës në çdo fushë. Ai mori pjesë në një takim të hapur të Forumit të Gruas ku bëri thirrje për të ndryshuar pushtetin dhe mendësinë e qeverisje. Në vitin 2013 të mos ndrojmë një parti me një tjetër dhe të vazhdojë avazi i vjetër, por të ndrojmë faqen e historisë këtij vendi siç e ndruat ju një vit më parë këtu në Kavaj për qytetin tuaj. Edi Rama tha se çështjet sociale dhe ekonomike janë në qendër të programit elektoral të socialistëve dhe se pa përmirësimin e gjendjes së gruas asnjë fushë tjetër nuk do të jetë e përshtatur. Arsimi që punësimi, që lehtësia sociale dhe që në tërësi integrimi i grave dhe i vajzave në jetën publike dhe në procesin politik i nënkuptuar si proces qytetar në radhë parë janë prioritetet tona në raport me gratë dhe me vajzat shqiptare. Janë prioritetet cilat ne do t'i ndjekim me shumë këmbgulje bazuar në programin tonë të ri, i cili është pasuruar dhe unë shpresoj të vazhdoj të pasurohet edhe me kontributin tuaj dhe të gjitha gravat dhe vajzave në gjithë Shqipërinë. Kryetari i Partisë Socialiste të Opozitës zgjodhi Kavajën në mënyrë simbolike për të nisur takimet me qytetarët, sepse në zgjedhjet e fundit vendore aty u ndryshua kryetari i bashkisë nga demokrat në socialist për të theksuar se në të njëjtën mënyrë mund të ndryshojë gjendja në të gjithë vendin. Dhe të gjithë atyre që pyesin apo që të shqetësuar duan dinë si mund të ndryshojë gjendja në të cilën ndodhemi, nuk ka shembull më të fuqishëm se sa Kavaja dhe historia që ju po shkruani së bashku për t'u treguar se pa asnjë diskutim gjendja mund ndryshojë, por nuk mund ndryshojë vetë. Gjendjen mund ta ndryshojnë njerëzit së bashku. Partia Socialiste ka bërë të ditur një javë më parë fillimin e një fushate 300 ditore takimesh me qytetarët për të shpjeguar programin e vet deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nga ana tjetër, koalicioni qeveritar dhe majoranca e djathtë ka deklaruar se propagandës së opozitës ata i përgjigjen me investime të shtuara në infrastrukturë dhe ndërkohë që Partia Socialiste kritikon dhe dyshon për çdo investim, ata ndërkohë vazhdojnë të përmirësojnë infrastrukturën e vendit, ndërkohë që presin përgjigje pozitive me votat e opozitës për të miratuar një sër ligjesh në parlament që kërkohen nga Bashkimi Evropian në 12 rekomandime, si ligji për gjykatën e lartë dhe heqja e imunitetit të zyrtarëve. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Kavaj.